Në kuadër të fushatës ndërgjegjësuese e sensibilizuese për dhurimin vullnetar të gjakut në Bashkinë Pogradec, personeli i saj ka dhuruar gjak për njerëzit në nevojë. Qëllimi i dhurimit është që kjo nismë të kthehet në një traditë përhershme, pasi shpëtohen jetë njerëzore. Çdo dhurim është një mundësi për të shpëtuar jetë dhe për të dhënë shpresë për pacientët që kanë nevojë për transfuzione të vazhdueshme shëndetësore. Jemi shumë të kënaqur nga pjesëmarrja dhe gatishmëria e treguar nga punonjësit e Bashkisë Pogradec, të cilët dhanë një shembull të bukur solidariteti e humanizmi. Përmes këtij gjesti fisnik ata treguan se së bashku mund të kontribuojnë realisht për pacientët që kanë nevojë për gjak dhe të promovojnë vlerat e ndihmës ndaj njëri tjetrit, tha doktore Viola Shano, shefe e mbledhjes së gjakut në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut në Tiranë. Duke qenë të pranishëm në çdo bashki të paktën 6 herë në muaj, kjo qendër kërkon të krijojë e forcojë kulturën e dhurimit të gjakut në komunitet.